Me qëllim koordinimin sa më të mirë të masave për përballimin e fluksit në hyrje-dalje në pikat e kalimit kufitar me Greqinë, drejtori i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin, drejtuesi i parë Sajmir Muça, së bashku me drejtorin vendor për Kufirin dhe Migracionin Gjirokastër dhe shefin e stacionit të policisë kufitare Kakavi, zhvilluan një takim me homologët e policisë greke në ambientet e qendrës së përbashkët të kontaktit për bashkëpunimin policor dhe doganor në Kakavi. Në fokus të takimit ishte menaxhimi i fluksit në pikat e kalimit kufitar, si dhe forcimi i bashkëpunimit në luftën kundër krimeve kufitare. Policia kufitare dhe pala greke u angazhuan për intensifikimin e masave të përbashkëta në të gjithë pikat e kalimit, me qëllim eliminimin e radhëve të gjata. Në përfundim të takimit, drejtori i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin, drejtuesi i parë Sajmir Muça, siguroi të gjithë qytetarët që përdorin pikat e kalimit kufitar për angazhimin maksimal të shërbimeve të policisë kufitare dhe koordinimin e veprimeve me homologët grek, me qëllim krijimin e lehtësirave ligjore dhe eliminimin e radhëve të gjata në hyrje-dalje në këto pika kalimi.